një avokati. Fatime Kryemalli nuk është prezent në seancën gjyqësore, ndërkohë nga seanca e mëparshme gjyqësore kemi prokurë të posaçme për Esmeralda Ndërgjoni dhe Rama dhe Flutra. Avokatja Flutra nuk rezulton prezent në seancën gjyqësore. Avokatja Kona ka djegji me shtetime numër 106 akti nga 20 dedikate 2026 ku ka nështruar personalisht, nuk i ka përmendje gjykatës shkakun e mosparaqitjes, por në pjesën e procedurale nuk përbën pengesë për dëllime. Piros Gjigjo nuk është prezent në seancën. Prezent avokatës së politikës. Nuk kemi prezent si të Panderoj Piros Gjigjo, ka djegji nga prezenca e tij në seancën e mëparshme gjyqësore, nuk i ka përmendje gjykatës shkakun e mosparaqitjes, por ndërkohë kemi dhe prezent të Klodian Skondera, i cili ka qenë prezent në seancën e mëparshme gjyqësore, dhe ky avokat nuk i ka përmendje gjykatës shkakun e mosparaqitjes, por mos i prezenta nuk përbën pengesë për dëllimin e gjykimit. Në lidhje me dëllimin e gjykimit, fillimisht prokurorët, pastaj mbrojtësit, pra kemi Monika Kryemalli, kemi Fatime Kryemalli, e cila nuk është prezent, gjithashtu nuk është prezent Piros Gjigjo. Në lidhje me Mofani, se nuk u rigatuan, në lidhje me Fatime Kryemalli, ka djeni, pasi gjykata ka urdhëruar njoftimin nëpërmjet policisë gjyqësore. Dhe rezulton që në ekzekutim të urdhërimit të gjykatës është shkresa numër 3153 aksionin protokollit. Datë 11/5/2026 i Komisariatit Policisë numër 1 kundër të Pjera bëhet me dije se shtetësja Fatime Kryemalli është njoftuar për të paraqitur në orën dhe datën e caktuar pas të lidhur shtetje numër 106 regjistrit tërmetar firmosur për marrjen e djegjes. Dhe ka firmosur në datë 9/5/2026 personalisht Fatime Kryemalli dhe specialisti i zonës Nazmin Kareci. Jo e mater. Zona Fatime Kryemalli dhe Zoti Piros Gjigjo kam jeni regullisht për datën dhe orën e seancës, përveçim se ata vullnetarisht kanë zgjedhur të mos paraqiten në seancë dhe do të vazhdojnë në mbrojtje të lidhur se kanë prezent në seancë për rishtimin. Ne do të diskutojmë ta vëmë një moment para të filloj, mos vajza që është aty, mos është e miku? Jo. Që është asistent e aty të stane. Po më duke po kështu. Me nuk e avokat. Atëherë fillojmë mbrojtje të tjere në këtë moment? Në kushtet kur, në seancën sotme gjyqësore nuk janë prezent të Panderoj Fatime Kryemalli dhe Piros Gjigjo, për cilën konfirmohet faktja djeni për të parë në lidhje me ana e policisë gjyqësore, ku konfirmohet që ka marrë djeni për seancën e sotme gjyqësore dhe ka nështruar. Ndërkohë Piros Gjigjo nga prezenca e tij në seancën e mëparshme gjyqësore, gjykata e zhvillon këtë seancë gjyqësore në mundjesë të tyre, duke i konsideruar të pranishëm përsa ka interesat mbrohen për Fatime Kryemalli nga avokati Esmeralda Ndërgjoni Rama dhe për Piros Gjigjo nga avokati Sokoli Maqesi. Po. Ndërkohë media të lupen. Kemi gazetarët, ju a bërë me dhja dhe në sanë Sepse media do të gazetarët jenë në sanë.